Mirë po pjesa cilët janë, unë i trajtojt, kom thonë, njëjtë, si kur ai që është numër 1, si kur ai numër 100, si Dimal Bashën, si atë tjetrin, sepse janë rreshtu. Njëjtë është në listë dhe Mulla Osmani, se dallon Mulla Osmanin prej Albin Kurtit në çështjen e ligjit në asnjë pikë nuk e dalloj. Në ato që ju konservatorët jeni kundër. Në asnjë pikë nuk e dalloj sepse të dytë kanë lip votë për vetëvendosin. Sa unë kom qenë në vetëvendosje, kur asnjëherë s'më shkërku me votu për këtyne ligjeve. Mu më kanë thonë voto kundër, veç e rrën sallë, bona kurumin t'i kalojnë. Edhe deklarimet e tyne i kumë pa, ata thonë na votojmë kundër. Jo, ti me votën kundër, po dënë me kalu kodin civil. E mashtron elektoratin? E mashtron elektoratin, jashtëzakonisht, edhe po mundohesh me mashtru edhe zotin, ashtë në këtë farë punë. Para pregaditje një klesë ose një hiles qeveris, një para pregaditje për kodin civil, rikëtimin e tje dhe votimin kuvend? Unë tash atë pjesë nuk është si kleçkë, sepse ata kanë transparent, edhe kanë pas në, do më thonë, ka i ka qeni para pam për me ardhë në gjatë këti vitit, mirë po shku më zgjedhje, unë shpresoj që kanë me ndryshu mendi, unë asë nuk besoj që do të ndryshojnë mendi, sepse është pjesë e ideologjisë tyne, po aty do t'jem edhe në asë një mënyrë nuk kemi me lejo që me kalu ato ligjet. A do t'jetë problem, se për shembull tash i ki prap këta konservativ, ti kena dy imam, i ki tash edhe Mulla Osmani dhe një imam tjetër, e ki Lavinota Demin Murtezën, është një pjesë të tjerve që jënë konzervu konservator, a beson që mujnë këta të qenë pjesë e grupit parlamentar lëvizjet në ndosje me votu? Këta është çështje bindjeve... Se qeni ironik pak edhe me këta konservatorët që ju kanë bashku zotit Kurti? Jo, unë i kom pa që një pjesë e konsiderueshme ty nas që kanë arrit me u bu deputet, edhe i kanë dëshku edhe vetë elektorati i tyne, për shkak që kanë mashtru me këtë çështje edhe i kanë, domethënë, i kanë poshtë përfaqen e tyne. Mirë po pjesa cilët janë, unë i trajtojt, kom thonë, njëjtë, si kur ai që është numër 1, si kur ai numër 100, si Dimal Bashën, si atë tjetrin, sepse janë rreshtu. Njëjtë është në listë dhe Mulla Osmani, se Dimali dikur ka qenë shumë i qartë, me deklarat tina që pat kanë zdëru, që pa thoma për pare edhe dikujt se sa është që të grasnisit me marrit fëmijun. Unë në çështjen e angazhimit politik, lëvizja vetëvendosje ka të qarta këto orientime, ka publike. Dhe mu personalisht, sa unë kom qenë në vetëvendosje, kur asnjëherë s'më shkërku me votu për këtyne ligjeve. Mu më kanë thonë voto kundër, veç e rrën sallë, bona kurumin t'i kalojnë. Edhe deklarimet e tyne i kumë pa, ata thonë na votojmë kundër. Jo, ti me votën kundër, po dënë me kalu kodin civil. E mashtron elektoratin? E mashtron elektoratin, jashtëzakonisht, edhe po mundohesh me mashtru edhe zotin, ashtë në këtë farë punë. Po ti, kur e din që vota jote kundër, ja mundësën me kalu këtë ligjë, ta së mundesh me ja hedhë askujt. Unë atë kom e konë edhe kom i shpërfaqë. Qështë i kom shpërfaqë gjithë ata që kanë qenë deri sotat. Edhe për këtë kauzë, edhe për tjera. Po për ndryshe, për këtë arsye jënë po thëmë, për mu, prej numrit 1, deri sot deputet jënë bo 53 deputet, për mu janë të njëjtë ideologjikisht, nuk i dalloj as pak. As Mulla Osmanin? As Mulla Osmanin, e as njonin prej tyne. Se dallon Mulla Osmanin prej Albin Kurtit në çështjen e ligjit... Në asë një pikë nuk e dalloj. Në ato që ju konservatorët jeni kundër. Në asë një pikë nuk e dalloj, sepse të dytë kanë lip votë për vetëvendosin. S'kom qysh me i dallone. Lëvizja vetëvendosje ka të qartë programin. Qysh me dallone. Eman, ju jeni konservator, jeni në koalicion edhe kësa ere me PDK-n, hipotetike, jemi në situatë, kërkoj falje, po jemi në situatë hipotetike. Edhe pse ka pas eksponente me lustë të PDK-s që kanë qenë kundër koalicionit, andaj për ta shtërëj si pyetje. A mujme po Eman Ramanin të votu për Albin Kurtin për kryeministin në rast një koalicioni me PDK-n? Këtë çështje nuk është diskutu, unë po e them me dëshiren matë madhe edhe me angazhimin matë madhe këmë u angazhu që me pas qeveri të opozitës, në asë një mënyrë nuk do të ketë Eman Ramani vot për kryeministër Albin Kurti. Në asë një formë? Në asë një formë, në asë një mënyrë, Eman Ramani nuk mund të ketë vot për dikë që ka cenu verat e familjes, që ka cenu fëmijët e tonë, që ka cenu të ardhmen tonë, të dashme tjetërsu ideologjikisht. Për mu... Albin Kurti ka cenu të ardhmen e fëmijëve tonë, të drejtat? Jo,